shenja tipike që një vajzë ose një grua duhet ta marrë si alarm për të bërë një kontroll te ginekologu është nëse ka një cikël menstrual tepër të dhimbshëm. Një cikël menstrual me dhimbje që fillojnë ndoshta edhe përpara ardhjes së menstruacioneve dhe që zgjat edhe përtej asaj afatit normal që shumë vajza dhe shumë gra mund të kenë në ciklin e vet menstrual të vetin fiziologjik. Kështu që dhimbja është një ndër shenjat e para që kjo patologji manifeston. Pastaj, problematikat që lidhen ngushtë me endometriozën, siç e përmenda pak më përpara, është edhe pjesa e infertilitetit, sepse i lezionet që këto dhatra të endometrit shkaktojnë në brendësi të hapësirës pelvike, mund të çojnë në bllokime të tubave uterine, mund të çojnë në dëmtime të ovareve, të vezoreve, gjë që dëmton dukshëm dhe shumë rënd fertilitetin e kësaj gruaje.